Neurologu jep urdhër, hiqni dorë menjëherë nga këto ushqime, po ju dëmtojnë trurin. Shprehja "mendje e shëndosh në trup të shëndosh" zë vend më së miri në shpjegim dhe në luftën kundër komplikacioneve. Tashmë njihet se ushqimi është një ndër faktorët kyç të zhvillimit të trupit dhe organizmit të shëndetshëm. Një dietë e shëndetshme është faktori kyç në zhvillimin e organizmit, gjithashtu edhe në mbrojtjen më të mirë të shëndetit tuaj të trurit. Së pari, kjo vlen padyshim edhe për shëndetin e mirë të trurit dhe ruajtjen e shëndetit të tij nga një sër sëmundjesh shumë serioze. Ndërto më të njohurat janë demantina, e cila përfshin një sëmundje që lidhet me humbjen e kujtesës, si një nga kërcënimet më të mëdha të globit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mjekët japin disa këshilla për t'i mbajtur këto sëmundje larg. Në këtë video do ju tregojmë disa prej tyre dhe kujdesi që duhet të tregoni në përzgjedhjen e ushqimeve tuaja. Ushqimet që plakin trurin mund të rëndojnë edhe kujtesën tuaj. Ndër shkaqet kryesore, mjekët rendisin yndyrnat e ngopura dhe megjithatë jo të gjitha në grupin e tyre. Gjatë jetës, trupi i njeriut merr dy lloje të këtyre yndyrnave. Të parat janë ato natyrale që merren në sasi të vogël nga qumshti ose djathi, ndërsa të dytat më të këqija janë ato artificiale që merren prej ushqimeve të përpunuara. Këtu futen vajrat vegetal të hidrogenizuar dhe ushqimet të konsumuara me yndyrna. Në një studim të cilit i referohemi sipas Brightside, tregohet qartë lidhja midis yndyrnave artificiale dhe riskut të shfaqjes së sëmundjeve që plakin trurin. Më të përhapura janë Alzheimeri, Parkinsoni ose vaskular demantina, dhe të gjitha lidhen me arresën dhe plakjen graduale të trurit. Risku i prekjes së 74% është më i lartë. Në studimet e para të viteve 2003-2004 morën pjesë 1628 persona të shëndetshëm, sipër moshës 60 vjeçare. Te ky grup u vures se ata me zhvillime të llojeve të demantinës 10 vite më vonë kishin nivele më të mëdha të yndyrnave të këqija. Rreth 377 u diagnostifikuar me lloje të demantinës, ndërsa 247 me Alzheimer. Risku për zhvillimin e sëmundjeve në 10 vite nëse keni nivele të mëdha të yndyrnave të këqija në gjak është 52 deri në 74% më i lartë. Këto yndyrna mund të ndikojnë negativisht për shumë pjesë të tjera të organizmit, pasi shkaktojnë ishemi dhe probleme me zemrën. Pavarësisht këtyre shifrave, yndyrnat e ngopura janë ende prezente në tavolinat e shumë personave. Në vitin 2018, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto lloje të yndyrnave u ndaluan dhe u përjashtuan nga konsumi i përditshëm. Kjo për shkak të dëmeve të mëdha që këto yndyrna të këqija mund të shkaktojnë në organizëm. Ato mund t'i hasni te ushqimet e konservuara, të cilat shiten pothuajse në çdo market ose në dyqan. Kryesisht gjenden te vajrat e hidrogenizuar vegetal ose ushqimet e konservuara, ku futen edhe brumrat, të cilat mund të kenë efekte negative në shëndetin tuaj të kujtesës. Vajrat vegetal janë të dëmshme për shëndetin e trurit. Vajrat vegetal përmbajnë sasi të mëdha të acideve yndyrore omega 6, të cilat nxisin shfaqjen e inflamacioneve në trup. Këto acide janë të shëndetshme për kockat, lëkurën dhe flokët, që i bëjnë ato edhe keq për trurin. Në vend të këtyre vajrave duhet të përdorni alternativa të pasura me acide yndyrore omega 3 që luftojnë inflamacionin. Këto acide i gjeni te vaji i ullirit. Ushqimet e skuqura gjithashtu mund të jenë të dëmshme për shëndetin tuaj të trurit. Ushqimet e skuqura jo vetëm që janë të këqija për peshën, por kanë edhe ndikime negative për shëndetin e trurit. Studimet tregojnë se njerëzit që hanë ushqime të skuqura kanë mangësi në aftësinë e të nxënit, në kujtesë dhe në funksione të tjera të trurit. Sipas studimeve, të skuqurat nxisin inflamacionin dhe zvogëlojnë trurin. Pijet e gazuara mund të jetë të dëmshme për kujtesën tuaj. Pijet e gazuara janë të mbushur me sheqer dhe përmbajnë fruktozë që rrisin riskun e sklerozës në trup. Sasitë të mëdha të sheqerit shkaktojnë dëmtime të nervave. Drithrat e rafinuara gjithashtu mund të jenë mjaft të dëmshme për rastin tuaj. Buka e bardhë, orizi, makaronat, drithra dhe sheqeri janë disa prej karbohidrateve që nuk duhet t'i hani me tepritse dhe të cilat duhet i shmangnin të mirë të trurit tuaj. Këto ushqime përthithen shumë shpejt në gjak dhe do të rrisin nivelin e sheqerit dhe insulinës.
Alkooli gjithashtu është një nga shkaqet më të mëdha të problemeve me kujtesën. Ekspertët sqarojnë se një gotë me verë të kuqe pihet rrallë është e shëndetshme për organizmin. Megjithatë, sasitë e tepruara të alkoolit mund të jenë toksike për strukturën dhe funksionin e trurit, pavarësisht nga mosha që keni. Sasia e rekomanduar e alkoolit është jo më shumë se një gotë në ditë për gratë dhe vajzat dhe jo më shumë se 2 gota në ditë për burrat, por nëse nuk e konsumoni fare, aq më mirë për shëndetin tuaj të kujtesës. Gjithashtu, sheqeri i tepërt mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj të trurit. Sheqeri ndikon negativisht në tru duke rritur inflamacionin dhe duke ndikuar në aftësinë e tij për të mbajtur mend. Prandaj, duhet të evitohet nga dieta juaj. Konsumi i lartë i sheqerit mund të shkaktojë rezistencë ndaj insulinës në tru, gjë që lidhet edhe me humbjen e kujtesës dhe dëmtimet e neuroneve. Karbohidratet e rafinuara në sasi të madhe mund të luajnë një rol negativ për shëndetin tuaj të kujtesës. Buka e bardhë, makaronat dhe produktet e tjera të përpunuara mund të çojnë në rritje të sheqerit në gjak, duke ndikuar negativisht te kujtesa dhe tek përqendrimi. Studimet tregojnë se dieta e pasur me karbohidrate të rafinuara mund të ulë edhe konceptin e të menduarit dhe të shkaktojë gjithashtu rëndesë më të madhe të tij. Është e rëndësishme që të evitoni nga dieta juaj pijet me gaz dhe ato energjike. Pijet me gaz dhe ato energjike përmbajnë nivele të larta të sheqerit dhe të kafeinës, të cilat mund të shkaktojnë luhatje të niveleve të energjisë në trupin tuaj dhe gjithashtu mund të japë ndikime negative në shëndetin e përgjithshëm. Është e rëndësishme të mos konsumohen jo vetëm për shëndetin e kujtesës, por do të ndikojnë negativisht edhe në shëndetin tuaj të zemrës. Sasia e tepërt e kripës në dietën tuaj mund të sjellë probleme me shëndetin e kujtesës. Kripa e tepërt mund të ndikojë te presioni i gjakut, i cili nga ana tjetër mund të ndikojë në qarkullimin e gjakut në tru. Disa studime kanë treguar se ndjekja e një diete të pasur me krip mund të rrisë riskun e zhvillimit të sëmundjeve neurodegenerative siç është demenca. Në vend që të konsumoni ushqime të përpunuara dhe të pasura me sheqerna, funksiononi me një dietë që përfshin fruta dhe perime të freskëta, ushqime të pasur me omega 3 si peshku dhe arrat. Konsumoni ujë të mjaftueshëm në dietën tuaj. Drithra të plota në vend të atyre të rafinuara mund të jenë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese. Ushqyerja e mirë nuk ndikon vetëm në shëndetin e trurit, por edhe në aftësinë e trupit tuaj për të konvertuar të gjitha elementet ushqyes në mbrojtjen më të mirë të shëndetit tuaj të kujtesës. Është e rëndësishme që të evitoni yndyrnat e forta nga dieta juaj, kriprat, fast foodet dhe pijet me gaz, dhe t'i zvendësoni ato me sa më shumë produkte natyrale, të cilat do t'i vinë në ndihmë shëndetit tuaj të trurit dhe të evitojnë komplikacionet e tyre. Në vend të këtyre ushqimeve shtoni në dietën tuaj fruta të thata. Arrat dhe lloje të ndryshme të frutave të thata përmbajnë yndyrna të shëndetshme dhe acide yndyrore të pangopura. Këto mund të ketë efekte shumë pozitive në trurin e njeriut. Megjithatë, për shkak të përmbajtjes së lartë të kalorive, nuk rekomandohet konsumi i tepërt i tyre, jo më shumë se 8 kokra arra në ditë. Një tjetër produkt shumë i mirë për shëndetin e trurit është edhe salmoni. Salmoni përmban një përqindje të lartë të yndyrnave të mira të dobishme, si vitamina D, dhe një proces i tillë ushqyes mund të ofrojë 80% të sasive të rekomanduara ditore të lëndëve ushqyese. Përveç kësaj, salmoni është një burim i shkëlqyer i omegës 3, acideve të tjera yndyrore, të cilat ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut dhe ndihmojnë gjithashtu në shëndetin e zemrës. Ullumtimet kanë treguar se ndjekja e një diete të pasur me yndyrna omega 3 ka efekte mjaft të favorshme dhe të shkëlqyera kundër problemeve të ankthit. Boronica është një tjetër produkt fantastik i cili mund të luajë një rol pozitiv në fuqizimin e shëndetit të kujtesës. Përveç shikimit, boronica mund të rinovojë shëndetin e lëkurës, të ulë nivelet e sheqerit në gjak dhe të forcojë kockat. Gjithashtu, konsumi i këtij fruti vazhdimisht në dietën tuaj do të cilësohet nga ekspertët si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni të konsumoni fruta sa më natyrale në dietën tuaj. Kështu elementet pozitiv të tyre do të jenë më të larmishëm dhe do të evitoni komplikacionet e rënies së njohjes. Vëmendje,
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.